Mirë, dhe nga ky zhvillim shumë i rëndësishëm artistik, ne do të kthehemi në Tiranë tek zhvillimet më të fundit, zhvillime që i përkasin aktualitetit. Ka kaluar tashmë 1 muaj që nga momenti që u vendos të ndaloheshin monopatinat në Tiranë, në kryeqytet, një vendim i cili në fakt preku drejt për drejt shumë familje të cilat kishin investuar në këtë mënyrë të transportit të tyre dhe këto u sekuestruan. Kështu që do mundohemi të kuptojmë pak më shumë se çfarë po ndodh aktualisht, se si është duke u vepruar. Do të kemi Esido Barkajn, i cili do ta përcjellë informacionet më të fundit. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjesi. Duket se tashmë le të themi nuk është deklaruar asnjë gjë, pavarësisht se ka kaluar 1 muaj Esido nga vendimi për t'i ndaluar monopatinat dhe shumë prej tyre u sekuestruar në pritje ndoshta edhe për të dorëzuar le të themi faturën që gjithsecili kishte për mjetin me cilin lëvizte. Çfarë është bërë në këtë drejtim? Po, Berken, është e vërtet, në fakt me datë 13 të muajit të kaluar, u publikua një urdhë dhe një deklarat për mediat, për të gjithë qytetarit, për dhuruesit kryesisht të monopatinave, të mjeteve pra skuterëve elektrik, ku në një sinkron le të themi ose në një deklarat nga Ministria e Brendshme dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, u ndaluan të paktën përkohësisht përdorimi i monopatinave në qytet. Në fakt kjo masë le të themi drastike ishte diskutuar për një kohë shumë të gjatë, të paktën nga shqetësim nga policia rrugore, por dhe nga mjekët e spitalit të traumës për shkak të rritjes së madhe të numrit të aksidenteve dhe jo vetëm, por përpasoj ka patur mjaft qytetar pra të cilët ishin plagosur me politrauma për shkak të aksidenteve nga këto monopatina. Një tjetër faktor rreziku që çoi le të themi policinë rrugore ku kërkoi bllokimin e monopatinave, kërkesë e cila u përcjell dhe Ministrisë së Brendshme, ishte për shkak se shumë prej këtyre mjeteve i tejkalonin shpejtësinë, duke arritur të paktën dhe duke qarkulluar dhe në autostradë të paktën me 100 km/h, një rrezik i madh për përdoruesit e këtyre si dhe për personat e tjerë që janë përdorues të rrugës. Megjithatë, me datën 13 të muajit të kaluar, ka kaluar më shumë se 1 muaj, ashtu siç e tha dhe ju, dhe ende Ministria e Brendshme nuk ka bërë publike urdhrin e ri, rregullat e reja që priten për të futen në zbatim sa i takon përdorimit të këtyre monopatinave. Në deklaratën e saj ministra Koqiu tha se do të ketë një bllokim të përkohshëm të monopatinave deri në hartimin e plot të gjitha masave se si një qytetar për përdoruesi i monopatinave duhet të zbatoj dhe të ndjek në momentin që ai përdor një mjet të tillë. Megjithatë ende duket se kjo rregullore le të themi ose ky urdhër ka rënë le të themi prej burokracive të ministrisë. Policia rrugore nga ana tjetër është në pritje të paktën prej disa ditësh në publikimin zyrtar të këtij urdhri. Kujtojmë se procedura le të themi ka kohën e saj, pas publikimit menjëherë të urdhrit nga Ministria e Brendshme, ky urdhër do të dërgohet në DPRSHTR, pra drejtoria e cila merret me transportin rrugor, e cila më pas do ta hartojë implementimin e këtyre. Pra theksojmë se policia rrugore është thjesht zbatuese këtyre urdhrave dhe nuk është ajo që i vendos urdhrat. Të paktën zburime nga grupi i punës të cilët po merren për me hartimin e rregullave të reja të monopatinave, shkresë e cila përcjellet edhe tek drejtoria e transportit rrugor, janë vendosur të paktën disa kritere të rëndësishme, qoftë ai moshës ku është përfolur se duhet të jenë persona mbi 16 vjeç të cilët do të përdorin monopatinat. Ne kemi parë madje edhe në aksidente të rënda, kujtojmë një aksident pak metra larg nesh përpara pak kohësh ku 3 të mitur përdorues të monopatinave u përplasën nga një automjet të moshave 9 deri në 11 vjeç, pra do të jetë rreptësisht e ndaluar përdorimi nga moshat e vogla i këtyre mjeteve, mbi 16 vjet e sipër pra do të lejohet përdorimi i monopatinave. Një tjetër rregull që është përfolur, ato nuk duhet të qarkullojnë në trotuare, por as në kursitë e automjeteve, do të qarkullojnë në kursitë e biçikletave, ndërkohë në ato rrugë ose në ato akse rrugore brenda qytetit të Tiranës ku nuk ka kursi biçikletash, ato janë të detyruar pra që të kalojnë në afërsi të trotuarit duke mos bllokuar në këtë mënyrë as trotuarin por as rrugën, duke eliminuar le të themi mundësitë e një aksidenti të mundshëm. Kaskat mbrojtëse patjetër që do jenë planit le të themi për menaxhimin e situatës, si dhe jeleket fosforiscent në mënyrë që të bëhet e dallueshme nga përdoruesit e automjeteve që ka dhe përdorues të monopatinave. Megjithatë, kjo ka sjellur le të themi edhe një përplasje me qytetarët, mjaft qytetarët e Tiranës ishin përdorues të rregullt të monopatinave, kjo për të shmangur dhe trafikun e rënduar të Tiranës që shpeshherë përballemi. Nga ana tjetër, në policinë rrugore janë sekuestruar, janë bllokuar më saktë qindra monopatina, të gjithë ato qytetarët të cilët pra kanë patur le të themi kontratin e shitblerjes pranë dyqaneve të ndryshëm të cilët pra tregtojnë monopatina, kanë arritur që t'i marrin mbrapsht monopatinat e tyre, kuptohet i kanë marrë dhe më pas i kanë
dërguar në banesat e tyre ose i kanë siguruar në vendet të përshtatshme dhe janë në pritje të urdhrit të dytë të publikuar nga Ministria e Brendshme se si do të përdoren këto monopatina. Nga ana tjetër janë shumë qytetarë të cilët për mjetet e tyre monopatinat i kanë ende të bllokuar në policinë e Tiranës për shkak sepse nuk kanë dokumentacionin e duhur ose faturën për të vërtetuar që këto mjete pra i kanë blerë dhe janë realisht ato pronarët e tyre. Nuk dihet ende se si do jetë fati i këtyre, pra i këtyre personave të cilët nuk kanë arritur dot që të dokumentojnë që monopatina është e tyre, pritet një urdhër i ri mbase këto monopatina mund të kalojnë në stadin e sekuestrimit dhe më pas nuk dihet se si do veprojë policia rrugore pra me eliminimin e tyre ose me shitjen në një ankant pas miratimit të rregulloreve të reja që pritën të futen në zbatim për monopatinat. Kjo ngelet për të parë. Monopatinat shpeshherë ose le të themi policia rrugore është detyruar që të kërkojë një faturë shitblerje për shkak se këto mjete pra kanë qenë lehtësisht të vjedhura kohët e fundit në Tiranë dhe më pas janë shitur në tregun e zi ose dorë me dorë përmes qytetarëve të ndryshëm, duke humbur kështu mundësinë për të vërtetuar që mjeti është i tyre. Janë marrë një ser masash le të themi për menaxhimin e situatës sa i takon aksidenteve ku shkaktar kanë qenë pikërisht monopatinat. Kjo ka bërë, kujtojmë që policia rrugore pa ka kërkuar le të themi një studim të hollësishëm për mënyrën e përdorimit të këtyre mjeteve në kodin e qarkullimit rrugor, pra ato nuk sankcionohen me gjë pasi nuk klasifikoheshin dot as si bicikleta por as si automjete. Kjo ka vendosur në vështirësi le të themi dhe policinë rrugore për gjobitjen e qytetarëve. Ngelet për të parë se si do të jetë implementimi i tyre edhe në kodin rrugor nëse ky i fundit pra do të përfshihet apo jo në disa ndryshime të tjera. Ndërkohë si do ke qenë shumë shtërus në gjithë informacionin që përcolle për ne sot mëngjes. Megjithatë, punat do që shumicën e kohës të jesh në terren. Gjatë kësaj kohe që kemi pasur këtë pezullim edhe këtë urdhër për mos qarkulluar me skuterat elektrik, ti, domethënë si qytetar, po qoftë edhe si gazetar, ke hasur përdorim nga qytetarët të këtyre mjeteve në mënyrë le të themi të paligjshme tashmë? Patjetër, Flori, janë konstatuar shumë raste të cilit kemi parë dhe me syrin të lirë gjatë lëvizjeve tona në Tiranë, ku qytetarët nuk janë bindur urdhërit të datës 13 muajit e kaluar, pra e lëshuar nga Ministria e Brendshme për ndalimin e përdorimin të monopatinave, duke sfiduar le të themi kështu dhe këtë rregullore dhe policinë e shtetit, ku menjëherë pra më pas janë pikasur nga blut është bërë dhe bllokimi i mjeteve të tyre dhe më pas shoqërimi i personit, pra i qytetarit i cili është kapur në këtë mjet, ku ka dhënë dhe deklarimet e tij në polici si dhe regjistrimin e monopatinave për shkak sepse pas një muaji ka të drejtën për ta rimarrë atë gjithë nëse disponon për dokumentacione që e ka bler ai dhe është ai realisht pronari i këtij mjeti. Megjithatë, ka patur le të themi një kryengritje le ta themi në thonjza pra nga qytetarët, nuk janë bindur këtij urdhri. Aksioni ose vala për sekuestrimin, bllokimin e monopatinave vijon ende nga policia, kryesisht kanë qenë problematike të paktën pas publikimit të urdhrit dhe monopatinat të cilat jepeshin me qira pra përmes një kodi nga Bashkia e Tiranës, edhe pse ka dalë ky urdhër, Bashkia e Tiranës në fakt nuk bëri mbledhjen e monopatinave të cilët ka vendosur në disa pika të ndryshme të Tiranës, kryesisht për të lehtësuar qarkullimin rrugor, por për të ardhur në ndihmë të turistëve të huaj, të paktën ky ka qenë le të themi prezantimi i Bashkisë së Tiranës në momentin që ka shpalosur dhe ka vendosur në disa pika të kryeqytetit monopatinat për të ardhur në ndihmë kryesisht qytetarëve dhe të huajve për të lehtësuar sadopak trafikun e Tiranës. Pra kemi patur le të themi një mosbashkëpunim institucional mes Ministrisë së Brendshme pasi publikoi urdhrin dhe Bashkisë së Tiranës, e cila i la ende në qarkullim këto mjete. Pikërisht qytetarët pra duke parë në pika të ndryshme këto monopatina i kanë marrë kundrejt një kostoje minimale që ka vendosur Bashkia e Tiranës, pagesë e cila kryhej përmes celularit, duke qarkulluar ende në rrugët e Tiranës. Menjëherë sapo këto le të themi monopatina janë pikasur nga policia rrugore, është bërë bllokimi i tyre. Policia rrugore konkretisht ka patur rolin bllokimin e monopatinave të cilat janë kapur në ecje për në qarkullim dhe ajo ato që kanë qenë të ndaluara të parkuara në vende të ndryshme. Gjatë ishte fundi i tetorit e sidokur pati edhe një tryezë le të themi Albana Koçiu, Ministria e Brendshme, pikërisht për të diskutuar edhe kuadrin ligjor se si do të veprojë, sepse vendimi i parë ishte që do të ishte përkohësisht le të themi kjo tërheqje, ky pezullim, deri në momentin që do të kuptojë se si do duhet të veprojë me lëvizjen e monopatinave. Sa mund zgjas le të themi kjo fazë e rregullimeve ligjore, mënyrës se si duhet vepruar, sepse është edhe një lloj ngërçi. Shumë prej qytetarëve, siç edhe tham, e kanë përdorur dhe shpeshherë shfryej edhe trafiku në këtë formë. Pra, përtej efekteve negative që kishte.
Po, Birkina, pikërisht në lidhje me këto problematika, le të themi Ministria e Brendshme është pak sa e vonuar sa i takon burokracisë ose procedurave të cilet po ndiqen pra për hartimin ose implementimin e saktë të një rregullore të re se si do të i bëhet përdorimi i monopatinave në rrugët e Tiranës. Ky problem nuk ka qenë se ka ardhur papritur pra, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, konkretisht Drejtoria e Policisë Rrugore ka ngritur disa herë shqetësimin tek autoritetet, konkretisht tek Ministria e Brendshme në lidhje me rrezikun, shtimin e aksidenteve dhe përdorimit pa kriterja çdo norme të monopatinave. Theksoj se Policia Rrugore në fakt ka sinjalizuar disa monopatina në autostradën Tiranë-Durrës dhe me 100 km/h do të jetë rrepsisht ndaluar përdorimi i monopatinave mbi 25 km/h. Ky do të jetë një kriter tepër i fortë sa i takon përdorimit të monopatinave, ndërsa monopatinat mbi 25 km/h flitet që do të ketë të paktën një leje të posaçme drejtimi. Nuk dihet nëse qytetarët pra do t'i drejtojnë autoshkollave për marrjen e kësaj le të themi kategorie pra për monopatinat mbi 25 km/h, por ajo që dihet është se qarkullimi i tyre do të bëhet vetëm në zonat urbane dhe jo në periferitë e Tiranës apo në rrugët interurbane. Megjithatë, kjo ngelet për të parë, të paktën pritet dita ditës që Ministria e Brendshme le të themi të zyrtarizojë draftin e saj dhe urdhërin e ri për mënyrën se si do të përdoren këto monopatina. Policia Rrugore është ende në pritje, të paktën le të themi që sa i takon procedurave Ministria e Brendshme po tregohet pak sa e vonuar, sepse kuptohet procedurat duan afatin e tyre ligjor, me pas kjo shkresë do të përcillet tek Drejtoria e Transportit Rrugor, e cila le të themi do ta vulos ose do të ndryshojë ose do të kërkojë disa ndryshime nga Ministria e Brendshme për mënyrën e implementimit dhe zbatimit të monopatinave në rrugët e Tiranës. Mirë, do mbetet për të parë se si do të veprohet, me shpresën që mos të zgjasë edhe më tej. Faleminderit Nurkoj Sido për të gjitha këto informacione që na përsolle live në mëngjes. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.